sigurisht, po normale. Hitaj, Rama dhe Koka, të mos kalojmë për momentin tek Partia Demokratike, tek kërkesat e të gjithë shka, të mbetemi pak të sistemi po doni, sepse unë prandaj thashë ta filloj pak me fushatën e Zotit Gjiknuri, sepse Zotit Gjiknuri ishte edhe një autor, i le themi tekniki i kodit. Nëse keni diçka për këtë pjesë, pastaj... Mund ta marrë? Po, patjetër. Unë personalisht, për shembull, nuk jam nga ata që e bëj debatin tek kodi, tek sistemi. Mendoj që sistemi, mekanizmi i përzgjedhjes deputetëve është njëra çështje. Që për mua, pra aq kohë sa kanë rënë dakord të dyja forcat politike, nuk ka asnjë lloj problemi. Dhe kushdo që e çon debatin tek sistemi në këtë moment, mendoj që ka një lloj pasinqeriteti ose mundohet të lexojë diçka tjetër që është shumë më pak shqetësuese se sa që është realisht shqetësuese. Dhe çfarë është shqetësuese? Shqetësuese është raporti ose OSBE-ut. Dhe nuk po e them sepse e ke në tavolinë, por sepse realisht unë gjithmonë kam mëtuar që vendi do të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ç'do thotë zgjedhje të lira të ndershme? Gati si sot 12, si sot gati 14 vjet më parë, Zoti Gjiknuri ishte në grevurie për motivin hap kutit ose largohu. Dhe çfarë kërkonin atëherë? Unë mendoj që ishte shumë e drejtë kërkesa atëherë, siç ishte e drejtë edhe qendresa për kërkesën që kishte Partia Socialiste. Në 2010, siç e dimë gjithë, Partia Socialiste kërkoi që të hapeshin kutitë e votimit, sepse pretendonte fort që me rezultatin që u prodhua në 2009, që ishte një rezultat teknikisht i ngushtë 8-8, po ta llogarisim, po themi LSI-n e kohës, me Partinë Socialiste, ishte një rezultat i cili për Partinë Socialiste mënyra se si u veprua si administrua zgjedhjet. Megjithëse unë mendoj dhe besoj që ato kanë qenë ndër zgjedhjet më të mira që ka organizuar Shqipëria në herë me ato që na kanë parë syt pas atij procesi, sërish atëherë u fut në grevë dhe kërkonte një gjë që sot praktikisht duket sikur të flasësh për seksin e ëngjëve. Pra të flasësh sot për hap kutit ose largohu, sepse Partia Socialiste kishte bindjen që brenda në kuti, nëse do kishte një rinumërim votash, rezultati do të ishte i ndryshëm. Pra imagjinoj çfarë ndodh sot. Ndërkohë sot ne jemi duke folur jo për një çështje sistemi, për atë që ka bërë Zoti Gjiknuri dhe Zoti Bylik Bashi, që akuzohen si, po themi kështu, si njerëz që janë ulur bashkë dhe kanë deformuar sistemin. Jo, sistemi funksionon njësoj për gjithë. Mua nuk jam nga ato që të gjykoj fituesin, po unë gjykoj me drejt mënyrën se si arrihet fitoria. Dhe pse e përmenda raportin e OSBE-ut? Vërtet raporti e OSBE-ut që dëgjuam gjithë neve, që kishte mund ta lexoje si doje, mund ta lexoje edhe fjalën e parë që thoshte që ditën e zgjedhjeve, zgjedhjet ishin konkurruese, por ama kur futeshe më thellë dhe kur lexon akoma dhe më në detaje, shikon që raporti flet për faktin se si partia e Zotit Gjiknuri, që është partia në pushtet prej 12 vjetësh, përdori të gjitha asetet shtetërore për të tjetërsuar vullnetin e qytetarëve. Përdori të gjithë presionin mbi administratën, i cili prodhoi vota jo vetëm brenda në Shqipëri, por madje edhe jashtë Shqipërisë, dhe sidomos jashtë Shqipërisë, presioni ka qenë shumë i madh. Ne kemi denoncuar në mediat që akoma i lejojmë vetes të denoncojmë se si të gjithë zyrtar administrata, nga sanitarja e kopshtit deri tek drejtuesi më të lartë, u kërkuan secili të identifikonin 30 njerëz të afërm familjes tyre në diasporë dhe t'ia vinin në dispozicion dhe normalisht të bënin patronazhimin e tyre për zgjedhjet. Mos me thënë pastaj fenomeni i bashkëpunimit me bandat kriminale dhe informacionet që rrodhen pafund gjatë kohës. Denoncimet që bëri opozita dhe gati operacionet e SPAK-ut, që për mua edhe pse i vonuar prapë është treguesi asaj që këto banda kriminale të denoncuara nga opozita gjatë fushatës elektorale, në dijenin edhe tonë plot që kemi qenë dëshmitar të këtij procesi, mendoj që kanë qenë pjesë e një procesi të deformuar. Pra, kush është shqetësimi? Unë nuk e bëj kurrë dhe s'kam të bërë kurrë gjyqin Zotit Gjiknuri si njeriu që ndryshoi kodin. Kodi, thash edhe një herë, është një konsensus i forcave politike. Ama partisë e Zotit Gjiknuri dhe vokacionit të vullnetit politik të partisë e Zotit Gjiknuri, që në 2010 kërkonte hapjen e kutive, që ishte për ato shkelje më e madhe, si më po e quajmë kështu, e procesit zgjedhor, dhe me ato që kanë rrjedhur më pas, po doni përfshim edhe tërmetin e famshëm të Dibrës, mendoj që ky është shqetësimi më i madh që ne duhet të adresojmë dhe që për mendimin tim si partia e Zotit Gjiknuri, edhe Zoti Gjiknuri, për mua janë përgjegjës. Jo, me që